Mbrëm rreth orës 1:20 në njësinë urgjente të spitalit të Gostivarit është dërguar një person në gjendje të mbitëzuar nga alkooli. Në spital ai është sjellur nga shoku i tij nga fshati Gradec me inicialet BH 23 vjeçar. I dehuri është pranuar nga i punësuari në këtë njësi me inicialet LS 28 vjeçar nga fshati Reçan. Nga sektori për punë të brendshme Tetov njoftojnë se në kohën që LS po bënte përpjekje për të ndihmuar personin e mbitëzuar me alkool, shoku i pacientit ka filluar një konfrontim verbal me të punësuarit në spital, duke e ofenduar dhe duke ju kanosur. Situata ka filluar të acarohet edhe në një moment të caktuar kur BH nxjerr një thik për të sulmuar fizikisht 28 vjeçarin që i ka pranuar në njësinë urgjente për trajtim, njofton Marian Josifovski, zëdhënës nga sektori për punë të brendshme Tetov. Ai mëtej sqaron se gjatë përpjekjeve për të mbrojtur, punëtori i spitalit arrin merr thikën sulmuesit, që ishte shoku i personit të dehur, pas çka rastin e denoncon në stacionin policor në Gostivar. Vetëm pak kohë më vonë, thot Josifovski, BH është arrestuar dhe mbajtur në stacion deri në sqarim të plotë të rastit, ndërkohë që në dhomën spitalore në pranim të terapisë, poshtë një komodinë është gjetur edhe thika me të cilën është kryer sulmi, e cila është marrë nga autoritetet për inspektim. Ndryshe, njësia urgjente e këtij spitali është sektori ndoshta më i ndjeshëm që funksionon brenda këtij institucioni shëndetësor. Aty drejtohen për ndihmë rastet më të rënda dhe më specifike, të cilat gjithnjë janë nën përcjellje të familjarëve. Këtë të fundit ndonjëherë shfaqin shqetësimin e tyre për personin e sëmurë në mënyrë të pakontrolluar nga emocionet dhe në këtë rast zakonisht pëson personali i këtij reparti ku mjekut dhe motrat medicinale jo rrallëherë ndodhen që të maltretohen jo vetëm psikikisht por edhe fizikisht nga ana e qytetarëve. Nga ky nivel potencojnë se të punësuarit në këtë njësi japin maksimumin e vet për të ndihmuar rastet në nevojë dhe këtë do të bënin me apo pa personin e familjarëve, sepse një gjë të tillë imunon profesioni për të cilën janë deklaruar që kur e kanë zgjedhur.